Në një botë ku rrallë shohim dashuri që reziston, ajo e tyre është një histori që ta ngrohë zemrën. Alban Skënderaj dhe Miriam Cani, dy emra të njohur të skenës shqiptare, me karriera solo, me famë të vetën, por që gjetën një rrugë të përbashkët dhe tani janë simbol i bashkëpunimit, respektit dhe dashurisë me familje. Historia nis rreth vitit 2007, kur Alban dhe Miriam takohen për herë të parë, jo si hyrje publike, por si dy njerëz që flasin për muzikën, për pasionin dhe ëndrat e tyre. Ai e përshkruan atë moment me fjalët: "Kimi ishte e menjëhershme. Thjesht folëm për orë të tëra." Të dy në fillim ishin artistë me ambicie, por me kalimin e kohës kuptuan se më shumë se kolegë, ishin shok dhe pastaj diçka më shumë. Miriam ka thënë se ishte gati të mbështeste Albanin jo vetëm si partner artiste, por si partner jetësor, duke e quajtur gjysmën e punës dhe sukseseve të mia. Kështu nisi një rrugëtim që jo vetëm i bëri bashkë në dashuri, por edhe në muzikë.